Buka nuk është thjesht një ushqim. Është risk, është bereqet që ta ka caktuar Allahu fuqiplot ty për të ushqyer me të. Prandaj, ashtu siç thotë edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, akrimul khubza fa innahu min barakati as-samai wal ardi. Respektoje bukën, sepse buka është bereqet i qiellit dhe i tokës. Man akala ma saqata min as-sufrati ghufira lah. Dhe kush i han ato grimsat që bien në tryezë, i han ato, Allahu fuqiplot ja fal gjunahet. Merrni ushqim, konsumoni ushqim, konsumoni bukë aq sa ju nevojitet për të ngrënë. Mos e teproni me të. Fatkeqësisht rrugëve nëpër kosha plehrash shikojmë ndonjëherë me sytë tonë, shikojmë copa buke. Respektojeni bukën që të jeni të nderuar tek Allahu fuqiplot. Me të vërtetë është një bereqet i veçantë që don respekt, se me ato ushqehemi çdo ditë. Allahu ju nderoft.